Jemi rikthyer në studio tashmë për të vijuar me horoskopin ekonomik për miq që presin se cilat do të jenë lajmet për ditën e sotme. Tashmë është momenti dhe ne fillojmë menjëherë me shenjën e parë, shenja e dashit, ajo që në fakt do të shohim nëse do të jetë favorizuar apo jo ditën e sotme në punë dhe në karrierë. Me sa duket në këto fusha yjet nxisin vendime të rëndësishme profesionale. Dita është e mirë për të sqaruar strategji që prekin punën dhe rolin tuaj. Sa i përket financave, situata kërkon kujdes dhe planifikim. Veprimet pragmatike sot sjellin stabilitet. Do të kemi një rikuperim profesional në horizont pas sfidave të fillimit të vitit për këtë shenjë, ndërkohë që do të zhvendosim më tej tek shenja e radhës. Do të jemi së bashku për horoskopin ekonomik të Demit për të parë nëse do të ketë një favorizim nga yjet dhe planetet kjo shenjë. Në punë dhe në karrierë po përjetoni një rikthim energjie, të gjitha kushtet janë për një rifillim me energji të reja. Financat mund të lindin mundësi për marrëveshje ose stabilizim ekonomik, sidomos në fund të muajit. Faza e rindërtimit profesional dhe financiar është duke u konsoliduar. Kjo sa i përket edhe shenjës së Demit, pozitiv përgjithsisht duke horoskopi ekonomik për shenjën e Demit, por le të shohim nëse po kaq të favorizuar do të shfaqen në këtë të martë edhe binjakët. Në punë dhe në karrierë situata kërkon qartësi. Nëse ka paqartësi në marrëdhënie ose role, sot është dita për të vendosur kufi. Në financa do të keni presion fizik dhe nervozizëm, e cili mund të ndikojë tek vendimet financiare dhe mbi gjithçka tjetër sot në çdo lloj forme duhet të shmangni impulsivitetin. Fokus te konsolidimi i pozicionit profesional dhe tek menaxhimi i financave me qetësi. Shkojmë te gaforja. Për gaforen, energjia e ditës favorizon ndërtimin e marrëdhënieve të qëndrueshme dhe përshkëmbime profesionale. Në financa mund të ketë stabilizime, por kërkohet durim në planin financiar. Do të jetë një ditë më së favorshme për bashkëpunime dhe rizhallërim profesional. Kjo sa i përket edhe shenjës së gafores, me sa duket do të jetë le të themi e favorizuar, nga çka arrim të kuptojmë. Shkojmë tashmë tek shenja e radhës, së bashku jemi me Luanin. Për Luanin, pas një periudhe goxha sfilitëse dhe sfiduese, sot vjen një rikthim energjie dhe disa oferta. Oferta të cilat nëse e pranoni do të nxisin rritje. Sa i përket financave, rritja e besimit financiar vjen në valë të dytë, por mos e teproni me rrezishet. Faza rikuperuese në punë do të jetë ajo që do të dominoj ditën tuaj sot dhe patjetër një stabilizim i financave që do t'ju sjell më shumë siguri dhe më shumë garanci për çdo vendim që merrni. Shkojmë tek shenja e radhës, jemi tashmë tek Virgjëresha. Për Virgjëreshën, në punë duhet komunikim i qartë, sepse keq kuptimet mund të pengojnë progresin. Sa i përket financave, kujdes me shpenzimet e panevojshme, kursi dhe planifikimi janë çelësi. Kurseni për gjatë ditës së sotme dhe planifikoni mbi gjithçka tjetër. Është një ditë e cila kërkon disiplinë profesionale dhe financiare. Nëse i bëni këto të dyja së bashku, si dy elementët udhëheqës së ditës suaj, padyshim që do të shihni rezultate goxha pozitive. Shkojmë më tej tek shenja e radhës, jemi tek Peshorja. Sa i përket Peshores, hëna sot është e favorshme dhe hap mundësi për të shfrytzuar kontakte të reja ose projekte. Sa i përket financave, mund të ketë zgjerim të mundësive financiare me vendime të arsyeshme. Do të jetë një ditë pozitive për zgjerim profesional dhe financiar. Vetëm gjërat mira paska edhe shenja e Peshores ditën e sotme, kështu që shpresojmë pse jo të gjithat jenë të realizueshme. Shkojmë tani tek Akrepi. Yjet ju ndihmojnë në realizimin e projekteve që kërkojnë fokus dhe pasion. Planetët do të sjellin stabilitet gradual në financa, shmangni zilit profesionali që mund të ndikojnë në vendime ekonomike. Do t'ju duhet një fokus i fortë në prioritetet profesionale dhe financiare. Vetëm duke qenë të fokusuar, do mund të bëni më të mirën tuaj.
Shkojmë mëtej nga krepi tek shenja e radhës, do të ndalemi tek shigjetari, në punë dhe në karierë, hëna do t'ju jap një shtysë kryesore dhe kjo është një javë e rëndësishme e cila mund sjell vendime profesionale të rëndësishme deri në mes të vitit. Sa i përket financave, sfidat mund të kërkojnë përshtatje, por optimizmi ndihmon. Energjia e punës është në rritje dhe vendimet e sotme mund të vendosin themelet për sukses në të ardhmen. Shkojmë tek Bricjapi. Venusi aktiv sot ndihmon rritjen e besimit profesional dhe forcimin e pozicionit tuaj. Në financa, kjo është një kohë reflektimi, vendimet e bëra sot sjellin fitime afatgjata. Do të jetë një ditë e favorshme për stabilizimin e karrierës dhe për planifikim financiar. Shkojmë mëtej tek ujori, sa i përket ujorit edhe pse Venusi nuk është në shenjë, projektet e reja të krijuara së fundmi mund të sjellin fryte ideale për ide novatore. Pra, ndoshta tashmë do të gjeni një mundësi të re për të pasur ide më të mira, ide të cilat i shkojmë përshtat edhe kohës në cilën jetojmë dhe i përgjigjen një sër interesash të shumë individëve. Disa dyshime financiare mund të dalin në pa ditën e sotme, kështu që këshillohet që të konsultoheni përpara vendimeve të rëndësishme. Kjo edhe për ujorin një këshill e fundit apo një përmbledhje mund të themi në përfundim të shenjës së ujorit që dita nxit rifreskim, idesh dhe fokus mbi mundësitë afatgjata. Ndalemi në përfundim tek shenja e radhës dhe fundit jemi tek peshqit. Peshqit ndihen pak më të ndjeshëm dhe nervoz, por optimizmi do të sjellë rezultate. Momentet e vështira janë thjesht të përkohshme. Do të keni disa vendime emocionale të cilat do të ndikojnë në financa, kështu që në një moment apo në një tjetër mirë do t'ishte që t'i shmangeshit dhe ndër të tjera për të mbyllur me peshqit, kalimi i periudhave sfiduese ndaj stabilizimit financiar dhe personal do t'jetë çelësi i suksesit për ju. Kështu kemi përfunduar edhe me peshqit, me këtë horoskop ekonomik të 10 shkurtit 2026, presim ditë pas dite lajme akoma edhe më të mira për shenjat, paktën nga pranvera, kështu thuhet paktën që pjesa më e madhe e shenjave do ta gjej veten përballë momenteve më të mira, qoftë në karrierë, qoftë ekonomikisht.